Të nderuar miq, selamu alaikum. Dhuna me bazë gjinore që kryesisht ushtrohet ndaj grave e ndaj vajzave mbetet një ndër shkeljet më të rënda dhe më të zakonshme të shoqërisë sonë e më gjerë. Si e tillë na preokupon jo vetëm neve si shoqëri, por kërkon zgjidhje e kontroll edhe nga institucione qeveritare e jo qeveritare, misione ndërkombëtare e palë të ndryshme të interesit. Me gjithë angazhimin e gjithë këtyre aktorëve për parandalim të këtij fenomeni, raste të tilla vazhdojnë të ndodhin fatkeqësisht shpesh. Për të folur në lidhje me programet parandaluese të dhunës me bazë gjinore, kemi musafire në studio doktoreshën Visare Mujko Nimani, udhëheqëse e zyrës së UNFPA-s në Kosovë. Doktoresh, mirë se keni ardhur. Faleminderit që keni ndarë kohë të jeni bashkë me ne në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit edhe juve për ftesën. Doktoresh, shumë shkurtimisht, na tregoni çka bën kryesisht UNFPA-ja, me çka mirret, me çka angazhohet, kur është themeluar misioni në Kosovë e kështu me radhë. UNFPA-ja zyra në Kosovë ka filluar të punojë që është nga viti 1999, pas përfundimit të luftës në Kosovë, nga Koriko. Dhe mandatin e ka shumë specifik, po unë shpesh e them edhe shumë sfidues, po edhe interesant. Mandati i UNFPA-s lidhet me çështjen e shëndetit riprodhues dhe të drejtave riprodhuese, me planifikim familjar, me shëndetin e nanës dhe fëmisë në radhë të parë, me parandalimin e dhunës në bazë gjinore dhe barazinë gjinore, që është domethënë një temë që përfshin gjithë programin e UNFPA-s në gjitha temat, dhe po ashtu mirret edhe me grumbullimin e të dhënave për planifikime të mirëfillta. Kjo është në vija trasha çka bën UNFPA-ja. Në Kosovë, në kohën kur kemi filluar me vepru, domethënë më njëherë pas luftës, natyrisht ka qenë situatë emergjente dhe përqendrimi dhe fokusi kryesor ka qenë në rehabilitimin e institucioneve shëndetësore, tu i marr parasysh që kanë qenë në shumë gjendje të mjerueshme, si situata mbi shëndetin e nanës dhe fëmisë, të gruas, po edhe infrastruktura, kështu që fillimisht kemi bërë disa renovime të mëdha të materniteteve, një në Prishtinë, domethënë klinikën ginekologjike obstetrike në Prishtinë, dhe pastaj kemi vazhduar me Prizren si dy maternitetet më të mëdha në Kosovë, ku kemi bërë edhe rehabilitimin e sallave të lindjes, po kemi vazhduar edhe me ngritjen e kapaciteteve të punëtorëve shëndetësor, masaktësisht të ginekologëve dhe të mjekëve familjar në fushën e shëndetit riprodhues, të marrë parasysh që edhe situata epidemiologjike në aspektin e vdekshmërisë maternale, smundshmërisë maternale, por edhe vdekshmërisë së foshnjëve ka qenë shumë e lartë në atë kohë në Kosovë dhe synimi ka qenë që të përmirësojmë kushtet dhe shërbimet shëndetësore në atë drejtim dhe vazhdojmë të punojmë edhe matutje në partneritet me Ministrinë e Shëndetësisë, me shoqatën e ginekologëve dhe obstetërve, me mjekët familjar dhe me odën e mjekëve. Do të kemi kohë të flasim për të tjerat aspekte, të tjerat funksione të UNFPA-s në emisione të tjera, por sot ju kemi ftuar të flasim për dhunën me bazë gjinore. Cilat janë programet parandaluese të UNFPA-s që i ka bërë në këtë drejtim? Që nga fillimi, domethënë, tu e marr parasysh që gjysmën e popullsisë në një kemi gra, po në anën tjetër edhe kemi më tepër se 50% e popullsisë është në moshën 25 vjeç. Domethënë, përqendrimi ka qenë të punojmë me rinin, po edhe me gratë dhe burrat në promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e dhunës në bazë gjinore. Siç e thënë, në gjitha programet e UNFPA-s, domethënë edhe kur kemi folur për planifikim familjar, shëndetin e nanës dhe fëmisë, e kemi prek gjithmonë komponentën e barazisë gjinore dhe parandalimin e dhunës se një prej komponentave të shëndetit riprodhues dhe drejtave riprodhuese. Dhe gjithashtu kemi cekë edhe rolin e burrave apo të mashkullve, po edhe të trive në këtë drejtim. Për me ndru mentalitetin patriarkal, me ndru paragjykimet që i kemi në lidhje me barazinë gjinore dhe me dhunën bazë gjinore. Kështu që kemi filluar domethënë me fushata vjedisuese, me punë me tri, dhe kemi shfrytzuar metoda të ndryshme në kuptimin, kemi shfrytzuar edhe artin apo teatrin, ku domethënë siç e quajmë në anglisht theater-based education apo edukimi bazuar në teatr, ku kemi shfrytzuar teknikat e teatrove përmes teatrove kemi adresuar çështjen e dhunës në bazë gjinore dhe pastaj me audiencën është diskutuar për këto fenomene dhe specifikisht kanë qenë rastet në komunitetin tonë, domethënë. Dhe ka pas mundësi me u diskutu brenda komunitetit dhe audiencës lidhje me këtë. Në aspekti tjetër, domethënë, kemi bërë edhe fushata të ndryshme me organizata jo qeveritare,
Dhe në anën tjetër kemi pas edhe trajnime për punëtorë shëndetësor, sidomos për mjekët familjar, se si me i adresu të më parasysh që është një çështje senzitive, kur i vjen ndonjë viktime dhunës në familje për çështje shëndetësore. Natyrisht, të e marrë parasysh edhe ndikimin dhe rolin e rëndësishëm që kanë organizatat fetare, ne kemi fillu të bashkëpunojmë edhe me Bashkinë Islame në vitin 2014, të e marrë parasysh që kanë ndikim të madh dhe rol shumë të madh në shoqërinë e Kosovës dhe sa mund ata të ndikojnë në parandalimin e dhunës në bazë gjinore, në barazinë gjinore, por në të njëjtën kohë me adresu edhe çështjen e për fat keq interpretimit të islamit në fushën e dhunës në bazë gjinore. Kështu që synimi ka qenë i shumë fisht në bashkëpunimin që kemi pas me Bashkinë Islame në atë drejtim dhe mund të them që ka qenë një bashkëpunim shumë i suksesshëm dhe ka pas një rezultat të hatashëm në arritjen e deri te qelizat që thonë më e largët në Kosovë, po edhe më larg. Patjetër, edhe Bashkësia Islame e Kosovës, mirë po edhe Islami përgjithsisht e potencon vazhdimisht rolin që ka gruaja në shoqëri dhe formën se si duhet sillemi me to si pjesë e rëndësishme e shoqërisë. Më interesant të di se si janë raportet tuaja me organizatat tjera jo qeveritare në këtë aspekt. Si që ceka, ne kemi fillu bashkëpunimin natyrisht, dora jone e zgjatur në komunitet është përmes organizatave jo qeveritare. Do më thonë, UNFPA-ja nuk e kryen rolin e, do më thonë, drejt për drejt të implementimit, po i shfrytëzon kapacitetet vendore, qoftë përmes organizatave jo qeveritare, apo edhe institucioneve tjera, varësisht nga niveli i bashkëpunimit, si për shembull që kemi nivelin e politikave me ministritë relevante, po kur është puna te arritja deri në komunitet, janë organizata jo qeveritare që e kryejnë punën. Ne kemi bashkëpunuar, domethënë prej fillimit kemi pas bashkëpunim drejt për drejt të partneritet me organizatat jo qeveritare, si për shembull që është Art Police, është City, është organizata AMC për shëndetin e nanës dhe fëmijës, po në mesin e tjerave kemi pas edhe bashkëpunim me bashkitë fetare, kemi edhe bashkëpunimin me Bashkinë Fetare Ortodokse dhe me Bashkinë Islame. Dhe jemi të vetëdijshëm për mundësinë dhe sa mund të arrijnë në ndikimin tyre në komunitet dhe si mund të ndikoj kur një person nga një bashki fetare flet për dhunën në bazë gjinore, jo vetëm nga perspektiva e përgjithshme, por edhe nga perspektiva fetare, që ceka dhe shpesh herë keq interpretohet nga vetë komuniteti ose nuk është kuptuar në mënyrë të drejtë. Doktoresh, një formë moderne e dhunës është dhuna në hapësirat digjitale. Muajin e kaluar, UNFPA-ja organizoi një konferencë ku lansoi fushatën mbi autonominë e trupit në hapësirën online. Çka mund të na thoni në lidhje me këtë organizim? UNFPA globalisht e ka fillu këtë iniciativë në fillim të vitit 2022, gjithsesi në fund të vitit 2021 në dhjetor, por mandej 2022 ne kemi fillu aktivitetet në nivel të vendeve dhe ne si UNFPA si pjesë e klasterit ashtu quajtur të Ballkanit, kemi fillu një fushat në 4 vendet të Ballkanit. Dhe Kosova ka qenë pjesë e asaj iniciative. Të marr parasysh sa po përdoren, domethënë telefonat dhe hapësirat digjitale aq shumë, por në anën tjetër jemi edhe dëshmitar të, siç e cekët edhe ju, të dhunës gjithnjë më tepër të shprehur në aspektet dhe në forumet sociale. UNFPA-ja për fat keq edhe në Kosovë kemi pas raste tragjike, mu për shkak të dhunës digjitale, dhe kemi vrejt që në anën tjetër nuk është adresu aspekti ligjor i dhunës digjitale. Po, kemi ligje në dhunë bazë gjinore dhe dhunë familje në aspektin fizik, apo psiqik, por jo në aspektin digital, dhe kështu që UNFPA-ja në nivelin global, edhe në nivelin lokal, do me thonë në nivel të Kosovës, kemi fillu të bëjmë një kampanjë për vetëdijsimin në lidhje me këtë dhunë dhe sa mund të parandalojmë në atë aspekt që të kemi kujdes në aspektin e si përdoren media digjitale dhe çka mund të bëhet në drejtim si individ në parandalimin e kësaj dhune dhe cilat janë drejtat e atij personi për me luftu atë dhunë. Doktoresh, jeni që një kohë të gjatë e angazhuar me UNFPA-n. Më intereson të di nga përvoja juaj personale, si mendoni ju, cilët janë faktorët kryesor që dhuna me bazë gjinore ende nuk po qërënjoset nga vendi jonë?
Nuk është, kisha dashur me thënë që nuk jemi i vetmi vend që domethënë hala nuk po mundet më qërënjos, po për fat keq është edhe globalisht, tash janë nivele të ndryshme. Prej përvojës tonë që e kemi natyrisht është ende mentaliteti patriarkal. Ne si UNFPA adresojmë edhe një çështje shumë senzitive në Kosovë dhe në mesin e shqiptarëve për fat keq, që është domethënë po flas edhe për Shqipëni, për Malzi dhe Maqedoni dhe Kosovën, që është çështja e preferencës gjinore, siç e quajmë na, apo preferenca me pas një djalë në familje, e që për fat keq shkon deri në atë ekstrem ku familje që kanë 1, 2 apo 3 vajza shkojnë dhe abortojnë nështë fëmijën e tretë nëse edhe ai fëmijë është vajzë. Dhe kjo faktikisht është diskriminim gjinor qysh i fëmijës qysh në barkun e nanës, dhe që edhe për ka aspekti islamit e kemi diskutuar edhe me kryetarin e Bashkisë Islamit që absolut nuk arsyetohet dhe që duhet të luftohet. Po flas domethënë që në një mënyrë e dhuna po fillon qysh e ndaj vajzës qysh në barkun e nanës për shkak të mentalitetit patriarkal që kemi që gjithsesi familja me pas një djalë. Ky mentalitet edhe na imponohet në për media, na imponohet gjithku ku jetojmë. Jo, më kujtohet një thënie e juaja ku keni thënë se le të jemi ne hallka e fundit e zinxhirit të dhunës në familje. Qoftë ajo dhunë psikologjike, qoftë dhunë fizike apo çfarë do tjetër. Po, do me thonë, mentaliteti patriarkal, për fat keq, në praktik, ne ligjet i kemi shumë të mira. Po, në praktik, ato ligje nuk po implementohen ashtu si dush, po flas edhe në aspektin e barazisë gjinore, se edhe ligji për shembull për abortin selektiv është i specifikuar, që do me thonë nuk lejohet, po në praktik realisht po ndodhin. Ne ende kemi, do me thonë, ligjin e trashëgimisë, që kemi diskutuar edhe me Bashkinë Islame, çka thot Islami për trashëgimin në raport vajza me djalin, po edhe në atë aspektin që do me thonë e trajtojmë në mënyrë jo të barabartë qysh në start vajzën edhe djalin. Ju e cekët atë, unë e them ndryshimi duhet me fillu me ndeve, si trajtojmë ne fëmijët tonë, dhe që ajo mandej të përcillet me gjeneratat e tjera. Nëse ne vazhdojmë të trajtojmë në mënyrë me standarde dyfishta, vajzën ndryshe, djalin ndryshe, ose ende të thojmë inshallah këtë herë është djalë, atëherë në start veç ende e kemi atë mentalitetin patriarkal që do me thonë djali e ka vleftën më të madhe në shoqërinë kosovare për fat keq se sa vajzat, e që absolut duhet me ndryshu. Një gjatë tjetër që unë e ceki vazhdimisht është edhe aplikimi në praktik i kanunit të lek dugagjinit. Po flasje me mërë të shembull çështjen e trashëgimisë, ku sipas kanunit vajzave nuk i takon fare, megjithëse Islami nuk thot ashtu, trashëgimi prej prindve. Kështu që në praktik, tash mos them ndoshta 90, por ndoshta 90% rasteve, megjithëse kemi filluar ndryshimet të aplikohen, trashëgimia nuk i jepet vajzave. Ne vazhdimisht jemi dëshmitar edhe nëpër media të disa dhe personave ndoshta që janë të njoftën që nuk i kanë lënë trashëgimi hiç vajzave, të ma parasysh se ai po shkon te burri, po martohet dhe nuk i takon, ajo e merr atë trashëgimin prej burrit, e që në realitet s'po ndodh edhe ajo, kështu që vajzat po mesin kërka. E mora shembull trashëgimin, po flas edhe për aspektin tjetër në vendet rurale për shembull kur ekzistojnë vështirësitë ekonomike për me çu vajzën në shkollim, natyrisht vendoset djali me shku në shkollim se vajza ka mu martu, kështu që po vazhdojnë ato diskriminimet matutje. Sa ka ndryshime mes kohës ku ju keni filluar të punoni në këtë post dhe tani në kohët aktuale në diskriminimin gjinor? Sa ka ndryshime? Përmendet rastin e trashëgimisë ku tash po vrehen ndryshime pozitive, mirë po nuk janë shumë ta besoj. Mund të them që të ma parasysh që punoj në UNFPA që 20 e sa vjet, mund të them që jam dëshmitare ndryshimeve pozitive dhe për të mirë, qoftë në fushën e barazisë gjinore, qoftë në fushën edhe të trashëgimisë e gjanave tjera, po ende ka punë për të bërë mjaft shumë. Për fat keq unë shpesh po ndigjoj edhe prej gjeneratave të reja që ende ju ka imponu prej familjeve tyre, po flas në radhë të parë, e mandej edhe ma gjën çështja e diskriminimit, e vleftës më të madhe, e rëndësisë me pas një djalë në familje, ose që do me thonë ajo vajzë nuk është e barabartë me vllaun e saj, ose që edhe në shoqëni në kuptimin që duhet vajza, duhet i përullet për shembull djalit me cilët kalon,
dhe duhet ta ndëgjoj ato për çdo sepse në atë moment duhet me marrë leje prej tij e gjitha gjanat tjerat që nuk ish dashur. Thash, ndryshimet pozitive ekzistojnë, ligjet i kemi shumë të mira, na mbetet vetëm implementimi, po ndryshimet thash fillojnë në familjet tona dhe me vetën. Qofse për shembull nana eme ka hek dorë prej trashëgimisë, ajo nuk ish dashur me përsërit njëjtin gabim me mua, ose unë mos me përsërit gabimin e njëjtë me vajzën time, edhe me ndërprej që cekët edhe ju hallkën, që tash e tutje do t'i trajtojmë fëmijët pa parasysh gjinin në mënyrë të barabartë. Me gjithë rastet e shumta të dhunës në familje, kemi edhe raste ku viktima prap kthehet te dhunuesi. Cilat janë ata faktorë që e shtyn viktimën të kthehet te dhunuesi prap? Në bazë përvojës tonë faktorët janë shumët. Numër 1 është e përmenda edhe një herë mentaliteti patriarkal ku prindët e asaj vajze ose gruaje i kanë thonë që tash je martuar dhe tash s'ki vend ti më kthy më te prind. Tash vendi yt është e burri, pa marrë parasysh çka ndodh. Ajo ka raste nivele të ndryshme të astyne. Në 2 është pavarësia ekonomike. Arsimimi natyrisht në radhë parë edhe pavarësia ekonomike, se nëse ajo nuk punon edhe nuk ka pavarësi ekonomike, natyrisht që varet prej atij burrit, edhe nëse baba i ka thonë që s'ke çka më kthy më këtu, atëherë ajo përsëri ka më kthy në ambientin me dhunë. Kështu që këto janë 2-3 faktorë. Faktori tjetër është mos përkrahja e mjaftueshme e institucioneve vendore. Sepse në ato raste duhet më mundësu viktimës, po flas në shumicën e rasteve janë gratë, që ajo të largohet nga ai ambient dhe të mundësohet një jetë e pavarur jashtë atij ambienti. Rrethonat në anën tjetër të janë shumë specifike sepse vajza apo gruaja shkon në shtëpinë e burrit. Kështu që edhe më dash me u kthy burrin që se largohet aty ka vjehri, domethënë realisht po kthehemi te ajo puna e trashëgimisë. Ku po mbetet trashëgimia e vajzës, domethënë ajo s'ka ku as më kthy sepse ajo është shtëpia e burrit saj dhe natyrisht prindët e burrit nuk e mirë presin nëse për shembull ka ndodhur diçka me djalin e tyre. Patjetër, ka shumë faktorë që mund t'i radhisim, mirë po a do të kishit pas ju ndonjë rekomandim më specifik për sa i përket kësaj çështjeje? Rekomandimi im në radhë të parë është që e ceka ti trajtojmë fëmijët dhe të fillojmë ta ndërprijmë çat hallkën ne në radhë të parë. Që asnjë fe dhe asnjë ligj nuk e arsyeton dhunën në bazë gjinore, absolut hiç, dhe që askush nuk ka drejt me ushtru dhunë, qoftë burri, ose ndaj grus, as ndaj fëmijëve, po kemi edhe dhunën ndaj të më shumëve të cilët nuk e kemi cek qatë shumë, qoftë psikologjike, ekonomike apo tjerat, dhe që institucionet duhet ta marrin më seriozisht çështjen e dhunës, dhe të gjitha institucionet tuanisë, nga policia, nga institucionet shëndetësore, nga gjyqësia, dhe ta denojnë në mënyrë që mos të vijë te përsëritja, po edhe mos të vijë deri te rastet fatale që për fat keq që kemi pas edhe çdo vit, po i kemi vitin e kaluar patëm 2 raste brenda 16 ditëve të aktivizmit kur faktikisht është dashur më luftu. Dhe natyrisht ne si UNFPA kemi filluar e përmenda çështjen me punu me burra, kemi filluar të punojmë edhe me ushtrues të dhunës dhe t'i ofrojmë ndihmë psikosociale, sepse ajo dhunë dika e ka burimin dhe duhet me shqetësu më herët çka ka ndodhur, pse ata persona janë dhunshëm dhe si mund të parandalohet. Doktorish, faleminderit shumë për kohën që e ndati, ishte kënaqësi t'ju kemi në studio. Urojmë që këto porosi, këto rekomandimet mos hasin në vesh të shurdër. Ju faleminderit edhe juve për mundësi. Shikues të nderuar, ishim me doktoreshën Visare Mujko Nimani, udhëheqëse e zyrës së UNFPA-s në Kosovë. Deri në takimin e radhës, Esselamu Aleikum.